Beton? E kjo pjesë. Po, atëherë, dhe gjogo ekziston një kulturë e komunikimit në rrugë, e cila e ka një prapavi, po themi, shtu sociopsikologjike të rrallë. Dhe ka të bëjmë me njeriu në dorën e zemrës dhe me ligjin. Por unë po mundohem me 4 rrethana, ose 4 arsye pse se si trajtojmë këto gjëra. E para, trotuari. Loja në trotuar tregon se kemi mungesë të vendit për lojë, mungesë të infrastrukturës dhe lagja kur ndërtohet e ka gjithmonë këtë rrezikun se fëmijët e kanë trotuarin vetëm vendin e vetëm të lojës. Që kjo është edhe mungesë e vëmendjes së prindërve, kur e dim se ka mungesë të ndërgjegjes të njerëzit, dhe natyrisht edhe shteti i cili nuk krijon kushte që fëmijët ta kenë hapësirën e vetë të lojës. E dyta është te toleranca e kodit rrugor, i cili në një farë mënyre vetëdijshëm e shikojmë shkeljen e çdo ditshme të ligjit dhe natyrisht toleranca shpeshherë është uniforma me blu, por natyrshëm edhe e funksionimit të një kohe të gjatë të fortit në veturat të shtrenjta, ose në veturat e cilat e ka një farë arrogance në rrugë. Kjo e dyta ka qenë përqendruar një kohë gjatë, dhe ky përqendrim realisht shkakton si aksidente me fatalitet. Që kalojmë tani te pika 3 të ndërgjegja njeriu ton, i cili realisht nuk ka respekt për fëmijën, nuk ka respekt për ligjin dhe nuk ka respekt për infrastrukturën. Të trija këto kemi plot raste, dhe ky është me fatalitet, por kemi plot raste që nuk e respektojnë një kalimshin, nuk i respektojnë gjërat të cilat janë elementare për qenë funksionale një shoqëri dhe një ritëm, po themi, i jetës normale. Dhe pastaj vim të ajo pjesa publike, ku vendi tronditet, zemërohet, vajton zakonisht në publik. Kemi pastaj këto deklaratat publike që vinë me ran presidenti, kryeministri, kryetari i opozitës, shefi i policisë, kryetari i kuvendit dhe tjera, të cilat realisht brenda ndërgjegjes thonë diçka, por ndërgjegja munguar pastaj është se veprimet janë gati të pakta, sepse të gjitha këto përfundojnë me lajme, pastaj përfundojnë me reagime, ngushëllime, pak debat që bëjmë na këtu në studio, ylli, dhe debat publik, dhe pastaj kjo shndrohet në harres. Dhe këto shndrohet. Këtu mbaron, po. Dhe çfarë ti thush mas këtyre 4 gjërave që thash, ku është esenca e problemit që neve na përsëritet? Në ngjarje të tilla që janë në tragjedi, ne edhe nuk mësojmë gjë apo ja. Po se ne 3 ditë zgjata? Zgjat 3 ditë dhe mbaron. Kjo është media. Kjo është. A di pse nuk mësojmë? Për arsye se kemi reagime të cilat nuk kanë bëjmë me deontologjik. Janë reagime politike. Deontologjia të krijon hapësirë për të krijuar emocion. Dhe emocioni nxit pastaj shoqërinë që të reagojë, dhe kur reagon shoqënia, pastaj ndryshon edhe ligji. Ndryshon edhe mënyra po themi kështu të bërit të rritjes ndërgjegjes. Po s'mundesh me rrit ndërgjegjes nëse si ke këtu. Nuk reagojmë edhe se ne kalojmë nga një problem një tjetër, ndërkohë do dalin tjetër dhe harrojnë këto pastaj. Skandale me skandale. Këtu skandalet pasojnë janë zinxhiro. Ka një problem, është zotëri. Problemi është këtu, që shoqëria sa do të reagojë,
reagim vërtet do jetë kur një njeri i pushtetshëm të ketë hall, jo shoqëria të ketë hall. Po pra, po. Jemi okej. Dhe pas 3 ditësh do harrohet. Harrohet pas 3 ditësh, vjen një tjetër. Nuk diskutohet. Ajo shoqëria atje, ai komuniteti i vogël atje, Në panzira ka muaj që ankohet për atë person. një popull pa Se ka memori. qenë kokën. Ai person është njeri që në 2020 është hequr patenta. 2022 është hequr patenta. Ai prapë bën njëjtën gjë, prapë në njëjtin vend. Shiko, Mos duhet po kush e ka dhënë patentën atij? se duhet të ketë dhe ligj për këto më valla. Po kush Duhet të ketë bën dhe ligj përgjegjësi. A ka një Ore, makina është armë valla, nuk është armë. Atëre çfarë Jetë thot? që mund të vrasë. Ta është ndrojnë armë makinën, se makina është Gorevolja Po pra, Ikim, armë me le, ikim, patenta ke le për armë. Nderuar kolegë, ikim nga ky moment dhe kalojmë në një ngjarje tjetër, që është e lidhur me vendin ku ne punojmë, me njeriu me cilin ne punojmë. Drejtori në biznesin e pronarit të MCN Endri Meksit. Ju lutem me zotin Bregu, Po, përshëndetje. mbrëmja ne u thamë njëri tjetrit, kishte një gjë për të shtuar për këtë parë, apo ym direkt këtu, që të mos na bjerë. Ja, mund ta nisja, po të bëja një rëfim, mund ta nisja nga fundi. Kodi penal në 290, shkeljet e qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen e më shumë se 2 personave. Ike një sekundë, se vazhdo. Ka një dënim nga 5 deri në 20 vite burg. Pra, 5 deri në 20 e kemi lënë ne edhe nëse ti vret më shumë se 2 persona. Kjo do të thotë, parashikimi im është Kod Qesharak. Parashikimi im është që ky zotëria nuk ka për të bërë shumë burg. Ajo që është më të mërshme është që ne dënojmë me burgim të përjetshëm një trafikant droge kur vret një trafikant droge. Dhe dënojmë më pak se 10 vite burg një njeri të tillë që vret 2 fëmijë në rrugë. Dhe kjo është ajo që do dhëmbi më shumë në fund kur t'jepet vendimi. Larg qoftë nëse gjykata pranon gjykimin e shkurtuar të këtij zotërisë. Ky sa është dënimi pastaj? I ullet 1/3. I ullet 1/3 dhe ai del shtyp të tjerët. O dhe edhe para burgimit. Jo, dalë se s'kemi mbaruar, para burgimin ne nuk mund t'ja mohojmë dot. Do quhet një ditë e gjys. Kjo është një ligj, është një fakt, nuk mund t'ja mohojmë atit në mënyrën personale të kësaj historie. Dhe ai del thua ti dhe gati për shtypur të tjerë. Po, pavarësisht se ka bërë një ndjes në polici, unë nuk e mendoj që ajo ndjes ka qenë vërtet sepse ai e ndjen një histori të tillë. Kjo është një ndjes që do t'i shërbejë atij më vonë në gjykatë. Dhe ky njeri i cili vrau 2 fëmijë dhe plagosi 2 të tjerë nuk merr një dënim më shumë se këtu kemi për të qenë, nuk ka për të vuajtur më shumë se 7 apo 8 vite burg. Dhe duke qenë se është 57 vjeç, ka për të vazhduar jetën e tij pas 65 duke qenë